prej falzorve jemi në zorë. Shiqoni xhamatin ndershëm. Kjo pyetje që ka ardhur, do ta ndëgjoni një përgjigje shumë në elaborat shumë shkurt, po kam dëshirën që mbas zemër ta ndëgjoni dhe ta futni në vepër, që mos vuhet prej këtive. Kjo përgjigje ajon për shërim është përgjigje më shkurt se e shkurta. Kjo do me hat me abdes, me i fal 5 vakte të namazit, me knu Kur'anin dhe me përmend Allahun. Nëse falsorja mundet me deportu të ti, heste une. Unë si tut në falsorve, a dini? A se irbazve, a me bashkët së një bile se egzistojnë botë. Edhe shtu ju baj selam, kejtë falsorve në të aprovojnë. A ka gjemot ma qartë se kjo? Që shtu në të aprovojnë falsorët, edhe në të aprovojnë se irbazët. E shti e di shkat ka një krije, shti e të dhonë po ti, di shka, gja, po. Shtu e të thonë të ashtë, për ti e kulaj mënë, në ashtë ka të bojnë. Edhe shka të bani ju. Ju bani shka po bajune. Me abdes, 5 vaktët, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, gjithmoni pasër, regullat islamin gjë kur tish nevojtore, kur dilesh, kur tish në banjo, kur dilesh, hati veshun, imbulluar, femne dhe mashkuj, qoni të para. Nëse ju ndodhë dishka prapë, ju thomë, të i falqorës të adresi filoni shka gjë. Vojnë ma bet në me seherbazit që ka vdojnë se qka është sihri. Sihri është hije. Dhe ka dilë, dhe s'ka dilë. Gjëmot, kështu për jasë mjegoj qartë. Ju për shqip në hijen dhe dorës teme, apo? A i në të pakit. Në qatë hije në qatë hi. A mundesh me ngull një gosht? Pse jo, që ko? Ne po tima. E me bejt. Qa sihri i ketë, qa sihri i batalli i dobut. A kene të qarë shka thama jo? Nëse ti ke bindje se që kjo hija, që to, ndorë, mujtët më ngull gosht, as e trash, as për e len më ngull mur, që atëherë je shumë mrapa botës. Sa mundet kjo hija me prit goshtën, qaq mundet sihri me qeni fort, qaq a i fort, sa kjo hija dobët. E pastaj nëse ndikon të ti je edhe ma i dobët se kjo hija atëherë. Qaq besimi jo ta hollu mo? Ku je musliman, ku je? Pi falsorës vëtu të gja. Po tësët falqorë fërlo muq i hapër i farës edhe jesont. Helqu. Ue, gjalliri, trazot. Ku e kemë bështetjen në Allahun gjëlle gjëlelu? Ku e kemë bështetjen në Allahun? Ashtë një normë prej normave të islamit bështetjen në Allahun ashtë? Ku e kemë bështetjen? Ku e ke? Pra, janë falqorën problem. Ashtë problemi jonë, problemi i grave. Apo do me trenu grunë tonë e sonte? A të mëzoj? Po në dhe këta e mësojnë edhe gratë, në përmet kasetës, e mësojnë edhe gratë, lirone dhe aton nga kompleksi. Shqo si dush me trenu grunë, a di shka të bëjsh? Shko të shpija meri gërshon, sa është seri kur gjohë hiq, po s'pegojnë, sa s'ka bazaj, sa është... E men të një karë, edhe dokimet slogve, edhe i linë në rjastik. Edhe kur qohët gruja me ngrejt dishekin i gjohën ato, më në arbe, s'ka më këshektan të mas. Më në arbe të levit dënjallë, të më këshin bom, kam gjetë, më i kam gjetë, sotën i kam gjetë ato. I kam gjetë kime me kraj, me kime, me nije, me pej, me të kush, me peme, me korn, me këta. E mirë, ti i lave këto, shka i bone ti? A seri bone, a dit i seri njo? Për shka i bo gruja usë mu pitije? Që këto janë atë lëvizjet batal pa lidhje që po tutën gratë, po tutën burrat. Shko një nusë ndarë të ma gje, ajo qetra për gjelëzi, për gjelëzi. Ato gërshan të rëllave, i kanë qikat edhe gratë dhe gërshan të rëllave me mojë, një ka shore të vogla. Me veti, me të cak, fëstoni një pret ati tunë nga, kur qkojë të shpi. E pra fëstoni, kur qështë i ka, po fëstoni një ka pre. Sukur të një pekëve me ta pre dikush. Sukur gardhin e gatës me ta pre dikush. Interesant, burrave ja u presin e gardhin e bashkëve, po te gardhin nuk smut. Nuk thot, burrat nuk thojnë të bashkja, ko kom pas kanë ba. Po thoj, ma kanë fut telin bret këbashët. A gratë nuk thojnë, ma pas kanë shtrefës tonë, thojnë kanë ba, edhe më në arët pakt. Tonë derdhe, cëlla bojlerin derdhja mo më tepër, cëlla hidroforin, kot mo, ka shku. Ajde birë të ashti. Më shtet në një Allah më gjëllë